Ju falenderoj dhe unë për ftesën dhe për emisionet që bëni dhe për informimin që ju japim qytetarëve shqiptarë të cilët jetojnë në një terr informativ ndërkombëtar. Dëgjojnë vetëm çton kambanat e Edi Ramës dhe asgjë tjetër. Faleminderit avokat që do na ndihmoni ta deshifrojmë atë që po ndodh. Nga veprimet që po bën ajo zonja na lë shihen e hidhur që nuk është ambasadë më, po është një legat amerikane. Në atë nivel e ka ulur ajo atë vlerën e ambasadës amerikane, e cila praktikisht me veprimin që bëri dje që vajti unë në krah të një hajdute, të një skopidhjare që ka punuar, ka pastruar ato shtëpitë e Athinës, na u bë zëvendës kryeministre dhe kjo vetë ulet në krah të saj. Pra Edi Rama e përdori ose vate vetë dhe të na e thotë ajo të dalë të prononcohet dhe të thotë qytetarëve shqiptarë përse vajte unë në krah të saj, sepse Edi Rama ishte ai që i tregoi vendin para disa muajsh që nuk e pranoi fare në zyrë, fare nuk e pranoi në zyrë. Avokat, por më lër të padashur të bëhem avokati asnjëherë s'pal. Më lër të kundërshtoj tek kjo pjesë, sepse po flasim për zëvendës kryeministrit. Me kënaqësi vazhdo, thuaj, fol. Faleminderit. Po flasim për zëvendës kryeministrin, për kryeministrin, persona që çdo ditë akuzohen nga opozita, ndërkohë që kemi edhe drejtsinë e cila vazhdon punën e saj dhe nuk kemi një vendim të formës prerë për asnjë palë. Ndërkohë, më lejo të kujtoj avokat, që edhe presidenti aktual i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zoti Trump, deri para se të zgjidhej për herë të dytë, ishte në gjyq në disa procese, dosje penale andej, kjo nuk e pengoi asgjë politikisht, vazhdoi edhe një akuar sot. Pra drejtësia ka punë vet, politika ka punë vet, vendimet formës prerë nuk ka, kështu që ç'të keq e ka. Zotëri, ajo është e pandehur. Asaj ishte ndaluar dalja jashtë vendit. Pra është e pandehur që thirret të prokurorit ja llogari për vjedhjet dhe për krimet që janë bërë në ekonominë shqiptare. Dhe nuk është se zonja Nancy Van Horn nuk i di këto, i di shumë mirë. Po me sa shohim ajo ka zëvendësuar jo vetëm fizikisht, po edhe moralisht jurikimin. Se që të shkoj të ulet atje në krah të një hajdute të ekonomisë shqiptare, të parave shqiptare, që është akuzuar për hajdute. Po, nuk është dënuar avokat, nesër mund të dale pafajshme. Kur të dale pafajshme dhe të vej të ulet ajo me të, po tani që ajo është e pandehur nuk mund të shkoj të ulet me të. Sepse është përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk është përfaqësuese e Sorosit. Se tani po na del që nga përfaqësuese e Sorosit ajo zonja. Po, ju mendoni avokat që ambasada nuk e dinte se ku po shkonte e ngarkuara me punë pra në këtë aktivitet? Atëre ta shpjegoj ajo, nëse e dinte edhe vajti turp të ketë, edhe ti ke një orë parë nga Shqipëria. Nëse nuk e dinte, atëre nuk është diplomate. Është një kolege e asaj të cilës që ullë në krah. Dy rrugë ka, o është diplomate dhe ka bërë qëllimisht dhe na tregoi që këta janë Amerika është me Edi Ramën, që s'është e vërtet, s'është as pak e vërtet, ose nuk është diplomate dhe të vegje i vëndin në punë, të vegje një punë tjetër, s'është pratë punë e. S'ka punë e të dalë në krah të një personi që është që po ndiqet penalisht.